Sot me reformën e re territoriale, bashkitë duhet së pari të vetbinden dhe njëkohësisht ndryshon dhe qasjen, se fondet e BE-s nuk mund të jenë vetëm grante të IPA-s kombëtare. Nuk mund të jenë vetëm pjesa që i akordon pushteti qendror pushtetit lokal nga financimet e huaja, por duhet ngrenë kapacitetet me idenë jo vetëm për të marrë projekte, por se si të aftësohen për të qenë të konkurrueshëm në rajon. Shpejtësia dhe konkurenca janë dy vlerat që sot të bëjnë fitues. E kundërta e tyre, rehatliku dhe lypja e fondeve me idenë se të takon ndaj prit derisa të vi thesi tek dera, të lë edhe pas edhe të barkë. Megjithatë, askush nuk bie në dashuri me tregun e përbashkët evropian, thoshte Jacques Delors, sepse tregu i përbashkët evropian nuk provokon ide dhe fjalime dallëdisëse, dhe kjo është normale. Megjithatë, pa emocion dhe pa devotshmëri, Europë nuk mund të ketë. Sot tregu i përbashkët evropian është vetëm një ide në vorbullin e ndryshimeve që Europa ka jetuar prej 1985-s. Megjithatë, ka një pikë pyetje për gjithë ne që kemi vite që merremi me këtë pjesën e qasjes europiane të Shqipërisë, që mbetet akoma kokëfort. BE-ja duhet të qëndrojë strikt të rregullave, matricave, llogaritjeve kohore, të cilat e shohin integrimin evropian gjithmonë si një proces pa kohë, apo duhet të nxitojë dhe të promovojë dhe të mbështesë vendet të cilat janë në të njëjtën linjë me vlerat europiane, me liritë dhe shtyllat mbi të cilat Bashkimi Evropian u ngrit. Në mbyllje, negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit kanë zgjatur 3 vjet. Mua sot më duket një kohë shumë e shkurtër, po të kesh parasysh që mbas vitit 2006 për të nisur një negociat me Bashkimin Evropian, nuk mund ta mbyllësh atë pa dalë thinjat, dhe kjo gjë, me sa duket, do të vazhdojë të jetë e tillë edhe për vite e vite të tjera me radhë. Nesër, Këshilli Evropian do të shprehet rreth propozimit Komisionit për çeljen e negociatave me Shqipërinë. Personalisht, unë nuk kam menduar asnjëherë se Shqipëria do të kishte në dhjetor një datë për çeljen zyrtare të negociatave. Dhe kjo sigurisht që nuk ndodh vetëm për fajt tonin, ama për fajt tonin rrezikon që të shtyhet akoma. Ky është i vetmi proces, pra procesi i integrimit evropian të Shqipërisë, ku besoj ka ardhur koha që të paktën mbas 26 viteve kemi një qëndrim unanim kombëtar, një kompromis tonin historik, ku të bëjmë gati vizionin në lidhje me këtë proces dhe për të ardhmen e Shqipërisë edhe për 10 vitet që vijnë. Me gjithë respektin tim maksimal për kohën e Brukselit dhe për kohën e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, shqiptarët jo për fajt tyre kanë humbur shumë kohë. Ndaj, të paktën për reformat që lidhen me integrimin evropian të Shqipërisë, ne duhet jemi solidar me njëri tjetrin. Në fakt, nuk ka asnjë rrugë tjetër që mund na bënte të shpejtonin ecjen tonë drejt Europës. Sepse, siç thoshte Mithat Frashëri, e mira dhe lumturia jote janë dhe të mijat, fatkeqësia jote është dhe për mua, nderi yt më nderon dhe mua, dhe turpi yt më vjen dhe faqen time. Faleminderit.